Ferentik, si e shikoni përpjekjen e Edi Ramës për të bllokuar në kufi qytetarët e Kosovës që të vinë në Shqipëri për të protestuar, se ka pasur, raportohet se ka pasur vonesa dhe bllokime deri diku në kufi sa i përket hyrjes qytetarëve të Kosovës, pra shqiptarëve të Kosovës për të protestuar në Shqipëri? Unë do të thoja diçka si advetar, si shqiptar, që është e papranueshme që t'i vesh në kufi vëllezërve Dardan, qofshin ata nga Ilirida, qofshin ata nga Malizia dhe nga Do, qofshin ata që vinë nga vende të tjera si emigrant, por jo vetëm. Është e papranueshme që një shtet demokratik, se paqet më thonë za si shtet demokratik dhe një vend ku është antar për në Bashkimin Evropian, nuk ma ha mendja që do ta bënte një vend ka një demokraci të konsoliduar, i vinte ndalesa çdo qytetari që do të hynte në Republikën e Shqipërisë, pa ditur se çfarë pikpamje apo çfarë pikësynimi ka ai. Çdo qytetar ka të drejtë të ndërhyjë, të hyjë në Republikën e Shqipërisë, qoftë për turist, qoftë për të demonstruar, qoftë për gjithçka. Atje ti do ta neutralizosh nëse ai është i gabuar apo po bën një veprim që është kundra ligjit. Është për mendimin tim është kategorikisht e gabuar. A mendoni se diaspora mund t'jap një kontribut shumë herë më të madh, duke qenë se është dhe e pavarur në një farë mënyrë nga interesat caktuara siç janë shqiptarët brenda Shqipërisë? Diaspora unë do të thoja që sot për sot është motorri më i fuqishëm i ekonomisë shqiptare, që mban Shqipërinë këmbë. Pikërisht nga kjo do të nisem që do të them se diaspora do jetë ajo që do t'japi zgjidhje dhe kësaj krize politike që tashmë ka hyrë vendi këtu një muaj e ca, dhe besoj këtu tek fuqitë për faktin se kam dhe komunikimet, sigurisht që kam dhe me Tiranën, por dhe me miq të diasporës, intelektual, biznesmen, të cilët gjithmonë kontaktoj, madje unë kam qenë dhe me shumë nga këta në Tiranë, ditë them që e vetmja gjë që mund të japi zgjidhje kësaj situate dhe ta çojë Shqipërinë drejt një rruge dritë gjatë është vetëm diaspora, dhe një njeri i mirë informuar, i mirë shkolluar mund ta drejtojë vendin si kryeminist apo si president, sepse vetëm ai atë ndjen dhimbjen atë dheut dhe vendit ku kanë lindur të parët e tij. Po si mendoni, pse emigrantët nuk vinë në Shqipëri të ngulen këtu derisa të largohet Edi Rama? Jam dakord me ty dhe duhet që të ketë një organizim midis, sepse ne shqiptarët jemi edhe pak kryeneqër dhe këtu nis dhe e gjithë çudia, se ne themi si kush unë kam malin më të lartë, ai tjetri më të lartë e kështu me radhë, dhe mundohemi të gjejmë kush ka malin më të lartë të malit këtu. Por unë do doja që të gjithë qytetarët emigrantë të Republikës Shqipërisë që ndodhen në vendet respektive, qoftë në Gjermani, në Amerikë, qoftë në gjithë Austri, Zvicër e kështu me radhë, do doja që të ulen dhe të diskutojnë së bashku për të gjetur një zgjidhje, dhe mua personalisht si Venetik Hoxhallari, di të them që unë mund ta lë punën dhe 2 muaj, se kam problem fare. Jam i aftë ta mbroj ekonomikisht familjen dhe veten time dhe të jem aty në shesh edhe për 2 muaj. Por ajo që më bën është sepse dhe organizatorët e kësaj proteste duhet të jenë akoma më tolerues me diasporën. Tani, çfarë pikësynimesh ke ti si drejtues, është e drejta jote, unë nuk jam as shpirtin tënd as mendjen tënde. Dhe këtu nuk po flas për ty, se po flasim kështu në mënyrë personale për drejtues asaj proteste. Duhet i lënë të flasin lirë. Çdo kush, përderisa flasim në një protestë paqësore, çdo kush do të japë mendimin e lirë. Dhe në momentin që ti shkon dhe bllokon mikrofonin dhe bën pjesë tënden dhe thua ti do flasësh ti do flasësh ti, ne aty do flasim dhe për Izraelin, dhe për Palestinën, dhe për të mirat, dhe për të këqijat. Tek e fundit fare, një gjë do të them si shqiptar. Ne kemi një traditë në tavolinën tonë, në sofrën tonë do të flasim shqip, mund të ulet izraeliti, amerikani, italiani, gjermani, po do ulet në kushtet e shtëpisë time, jo si do ai. Në sofrën time jam unë zotëri, dhe ti do të dëgjosh sapet e shtëpisë time si i kam unë, dhe do hash atë që ka vënë sofër, dhe jo atë që do ti. Për mendimin tim, se kam dëgjuar aty në protestë, jo mos fol për Izraelin, jo mos fol për këtë, mos fol për atë, jo parrull, po kështu parrull, poshtë mediat, kjo, ajo, dhe të gjithë këta eksponentë që drejtojnë aty protestën, i shikon nga ngjezin darkë te Top Channel, te kjo, te ajo, atje. Nga momenti tu bjen kontradikt me veten. Çdo kush kur thot
bojkoto mediat, po ti vetë shkonte mediat. Shkarkim të qeverisë ose dorëheqje, po ti shkon dhe thua dua 5 pika. Ti tash do shkarkimin e qeverisë apo do 5 pika? Atëherë zgjidh çfarë kërkon. Do të thënë aludime të panumërta dhe një zgjidhje s'ka. Madje tani do përmend se po iki kësaj pak pyetje dhe po vjen çfarë. Revolucionet, unë me sa njoh nga eksperienca ime si aktivist, revolucionet janë ato që nxjerrin lider. Po ky revolucion nuk ka një lider. Dhe nëse do kishte një lider, kjo situatë do kishte marrë zgjidhje shumë shpejt. Kështu që toja që këta shku të gjej liderin e dur dhe jo mashtruesin e radhës. Në këtë rast, si mendoni, pse protesta është në këtë lloj kaosi, pra që nuk ka një lider, a mos ndoshta është një lloj strategjie që Edi Rama të mos e kap, po themi, protestën nëse ka një lider apo nëse ka disa koka drejtuese? Nëse Edi Rama nuk do kishte dot akses në këtë protestë, të siguroj që nëse ti mban mend më mirë se edhe gazetari i fushës, ai filloi po bënte rolet e prostitutës, të fallxhore dhe e filloi po ikte nga fiqiri, kështu që nëse do ishte pa kontroll në atë protestë, siguroj që ai do kishte bërë akoma më keq. Dhe këtu do marr si shembull Ilir Metën, po ta shikoni në kohët e fundit Ilir Meta filloi dhe po fluturonte në për pemë, në për maja e në për gërgja. Ky nuk do merrte gërgjat, ky do kishte marrë litarin, siguroj unë, nëse ky do kishte akses. Do kishte marrë litarin, do kishte ikur me të qija që i ka bërë këtij vendi. Do kishte marrë litarin dhe ta shikojë gjykundi jo të bënte fiskulturë si Ilir Meta, por do kishte marrë litarin dhe do kishte marruar punë me njerëz, as dorëheqjes do kishte dhënë. Nëse do kishte akses në këtë protestë. Kështu që me 1% që ka dhe ai veglat e tij aty brenda, sigurisht dhe Sali Berisha është 1% dhe ne kemi parë eksponent të panumërt, por këtu nuk do të ndryhy shumë tek çështja politike, do të them sepse diçka tjetër. Ata që drejtojnë këtë protestë dhe që janë aty, që duhen drejtues të kësaj proteste, duhet të kenë një strategji dhe një maturit pa parë, sepse bëhet fjalë që po mbajnë në këmbë një popull 30 ditë dhe në fund fare, nëse ti humbet të kaos, do të quhesh jo heroi i këtij vendi, po Hamzai i këtij vendi. Valentik, si shikoni rolin e Dritan Goxhait në këtë protestë? A mund të jetë një element ose lider i kësaj proteste, apo nuk i ka ato cilësi, pavarësisht se është atakuar edhe nga kryeministri Edi Rama, duke cilësuar si agent të Iranit? Po, unë Dritanin e kam ndjekur dhe më përpara, e përgëzoj për guximin që ka si atledashtë dhe si patriot, por atë që dua të them në ndërhyrjen e tij të parë dhe kur doli që nxori një sër pikash dhe me keqja më e madhe është se kur doli në një media dhe tha që ky ikën me plumb. Sigurisht që dhe unë jam që këtë ta heqim një orë më parë, por jo në mënyrë brutale, sepse tek e fundit fare çdo njeri ka të drejtën të jetojë aq sa ja ka dhënë Zoti dhe nuk mund t'ja vendosim neve ditët e jetës. Për sa përket Dritan Goxhait në pjesëmarrjen e tij në këtë protestë, unë di të them që Dritan Goxhai disa mendje mykur aty brenda po e përdorin. Dhe ky është fakt, ky është mendimi im, unë nuk mund të them. Dritan Goxhai e njoh për një djalë guximtar, e njoh për një djalë nga rrjetet sociale, se s'kam një takim personal me të, thjesht me tjatin e tij kam patur komunikime në rrjetet sociale, ka një deri aty. Por di të them që është një djalë ekselent, një djalë i përgatitur dhe një djalë trim. Dhe shumë e sedër dhe ajo sedër e bëri që shkoi dhe bëri atë gaf aty në ato 5 pikat e disa gjëra të tjera ta, dhe kjo është mendimi im personal. Këtë disa mendje mykur e morën në qafë. Ky është mendimi im për Dritanin. Duke parë protestën e cila gjendet në këtë fazë, si e shikoni ecurin e saj, deri ku mund të shkojë? Unë në një koment të një mikes time që më ka ardhur, kam komentuar në një postimin e fundit, i kam thënë që vaj vatani e mirë mileti, çnagjeti, në atë vend do fitojnë parazitët, pisat e maskarent, dhe në fund me gish në gojë do të mbeten emigrantët, fukarent dhe të varfrit e atij vendi. Ky është përfundimi im për atë protestë. Me atë që po shoh sot. Nuk e di ç'do të ndodhi nga nesër e tutje. Pra, sipas jush ka shumë pak gjasa që Edi Rama të rrezohet nga pushteti. Me këtë ecuri dhe me poezira dhe me arkivo landor e me ato që pame me torta, mua më duket një show që
e kemi treguar kulturën që ne jemi më lart se europianët, më lart se çdo kush, nuk e vë askush në dyshim, por nga këtu e tutje nuk është koha më e poezive, nuk është koha më e fantazive, është koha e veprimit. Dhe revolucioni, që do t'ja përmend edhe atyre mendjen dritureve të partive të reja, që vetëm thresin revolucion dhe Shqipëri e re, se do të themi diçka për Shqipërinë e re, po pak më vonë, nëse koha na premton, do t'u them se me këtë ecuri më duket shumë e zyt. Ne nuk do të flas më tepër, të hyj më thellë, sepse do filloj të paragjykohem dhe kam filluar të paragjykoj jashtë mase, thonë jo s'të kanë dhënë vëmendje, jo njërën, jo tjetrën, dhe ti del dhe flet. Një gjë do ta them miku im gazetar, që to fjalët e mia, historia do t'i tregoj dhe do jenë xhevair që nga dita e tretë dhe deri në përfundimin e kësaj. Ky është fakt dhe çfarë kam thënë deri më sot ka ndalë si i kam parashikuar. Madje mbrëm një miku im nga Kosova më ka thënë Tiki, çfarë ke thënë deri më sot ka ndalë 1-1, sikur ti ke shkën ai truri që e di këtë gjë dhe jo parashikime. Që unë e parashikoj shumë të zymt nëse nuk veprohet ndryshe. Sot për sot jemi në një rrugë pa dritë.